Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP duket se ka shkaktuar pakënaqësi tek shumë nga ndjekësit e formatit, përfshirë këtu edhe familjarët e gjestit. Në një postim të bërë së fundmi në Instastorin e tij, në një shkrim të gjatë thuhet ndër të tjera se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen ta rrëzojnë gjestin duke përdorur ato çka kanë parë jashtë. Postimi i plot i mbyllur për më shumë se 150 ditë, pa qasje në botën e jashtme, pa e shijuar luksin e thashethemeve apo gjykimit të turmës, pa e ditur çfarë mendon bota, që nuk ndjen as duar trokitjet e atyre që e duan, por as përbuzjen e atyre që nuk e duan, por sërish e ndjekin në çdo lëvizje të tij. I vinë njerëz që ka pasur fatin të dalin jashtë, të mbushen me informacione të freskëta e t'ja servirin apo të përzgjedhurat për ta thyer, për të rrëzuar duke e nxitur, të dyshojë te vetja dhe të humbas busullën e lojës. E megjithatë, ka ende fuqinë të shndërrojë gjithë këtë presion në burim force të pashtershme. Nëse ka një fitore që është më e vështira në të gjithë historitë e Big Brotherave është kjo. Jo një fitore që vjen gjithmonë me broritje, por ajo që vjen pasi ke kaluar në përhumner, kur gjithçka ka punuar kundër teje, pa asnjë dritare të hapur, pa asnjë dorë të shtrirë, por vetëm me një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon më rënd se çdo gjë tjetër. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.